E qartë. Sa normalitet po kthehet kjo situatë kur bëjmë një analizë apo një paralelizëm edhe me atë që ndodhi në Ukrainë dhe që tashmë duket si një zonë konflikti e hapur edhe tensionet vazhdojnë me përgjigje kundër përgjigje me ndryshim të mënyrës se si sulmojnë, por vazhdojnë që situata në front të jetë permanente e vazhdueshme, luftat të jetë aktive. Po kthehet dhe këtu një lloj normaliteti kur shohim se Hormuzi vazhdon që të jetë një ngërç shumë i madh mes dy vendeve, por që ka ndikim në ekonominë botërore, kur flasim edhe për tentativat e herpashershme në deklarata për media të Donald Trump që Hormuzi tashmë do të hapet, por që nuk ndodh. Këtu janë dy çështje e besoj krejtësisht ndryshme për faktin se Ukraina është trajtuar si viktime një sulmi të armatosur dhe pa provokuar, dhe si e tillë ka të drejtën e plotë për ndërmarrjen e gjitha masave për vetëmbrojtje. Edhe sulmet aktuale të kohëve të fundit, të muajve të fundit me dronë dhe me mjete tjera, raketa dhe armatime tjera të sofistikuara të Ukrainës brenda territorit rus, ne sipas drejtës ndërkombëtare nuk mund të trajtohen si agresion, edhe përkundër faktit se e cënon kufit e sovranitetit të shtetit rus, por janë të domosdoshme me qëllim të pengimit të sulmeve të pa provokuara, qëllim të vetëmbrojtjes së territorit të Ukrainës, e cila natyrisht si vetëmbrojtja është garantuar edhe sipas standardeve bashkëkohore të drejtës ndërkombëtare. Ndërsa çështja në bushticën e Hormuzit, çështja e konfliktit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës aktualisht për faktin se Izraeli ende nuk është integruar, dhe shpresojmë që nuk do të integrohet në këtë konflikt, dhe Iranit është një diçka krejtësisht tjetër. Po e shihni, Irani goditi objektivat cilat sipas drejtës ndërkombëtare janë të ndaluara, i goditi objektivat e natyrës krejtësisht civile, tankerët të cilat lundronin në ujërat ndërkombëtare sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara. Mandej si kundërpërgjigje i sulmoi territoret vetëm për faktin se ishin territore aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Krejt diçka tjetër kishte më qenë nëse nga ato territore janë nis avion të luftarak amerikanë që ta bombardojnë objektivat ose caqe të ndryshme në Iran, mirë po vetëm për faktin se janë shtete aleate të goditën dhe ndërmirën aktivitete sulmuese ose të goditën objektivat e natyrës krejtësisht civile, siç janë impiatet për pastrimin e ujrave detare, cilat kanë shfrytëzim të drejt për drejt të popullatës civile, këto janë të ndaluara sipas drejtës ndërkombëtare dhe mirë po në anën tjetër e kemi edhe një konflikt ose një paqartësi nga aspekti i drejtës ndërkombëtare. Kemi një paqartësi të fuqishme për faktin se sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara duhet me janë të rregulluara edhe çështja e përdorimit të dhunës. Dhuna nuk mund të përdoret pa miratimin e Këshillit të Sigurimit, me përjashtim kur kemi bëjmë me ndërmarrjen e masave të domosdoshme për vetëmbrojtje dhe nëse ndërmirën masat e domosdoshme për vetëmbrojtje, atëherë ato duhet të jenë gjithmonë proporcionale dhe menjëherë proporcionale me shkallën e rrezikut dhe menjëherë ato të servohen të njoftohet Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Dhe këtu e kemi një çështje të ndërlikuar për faktin se nuk ka një autorizim nga Këshilli i Sigurimit për ndërmarrjen e veprimeve të tilla luftarake. Në anën tjetër edhe vetëmbrojtja e cila pretendohet nga dy anë nga aspekti i drejtës ndërkombëtare ende është diskutabile.